Jemi rikthyer. Tham pra do të flasim për shtatzenin mbi 40 vjeç, nuk janë të pakta rastet kur këtë e vëmë re pra edhe në rrethin tonë shoqëror, në showbizin shqiptar, në showbizin e huaj, ka plot personazhe, personalitete të cilët ndajnë lajmin e bukur se në të 40-tat janë duke pritur një fëmijë. Ka ndryshuar perceptimi, këtë mund ta themi dhe do ta diskutojmë menjëherë edhe me doktoreshën që më së shumti të 20-tat pra është thënë gjithmonë edhe nga mjekët, po edhe në atë gjuhën popullore, po themi të 20-tat është koha për të bërë fëmijë, tani është shtyrë si moshë. Ka riskë? Është shtyrë, do më thënë, kemi më pak në të 20-tat dhe kemi më shumë në të 30-tat. Shtatzani. Mbase jo vetëm shtatzania e parë në të 30-tat, po edhe e dyta dhe e treta. Nëse e para ka ardhur për rastësi në të 20-tat, 24, 25, 26, 27, e dyta është shtyrë, 33, 34, 35, madje kanë pacientë që kanë dëshirë për një fëmijë të tretë, por kanë sa gjëra për realizuar dhe më thonë, kam kohë? Se tani jam 37, për shembull një 2-3 vjeçar, kam kohë? Si mendon doktoresha? Dhe kanë kohë? Dhe kanë kohë. E vetmja gjë të cilën ne kontrollojmë është që kur më pyesin a kemi kohë, është shikojmë një çik fazën fertile të pacientes. Pra, të shikojmë një çik atë ngarkesën ovariale e quajmë ne, a ka mjaftueshëm ovocite vezë që pacientja të konceptoj spontanisht, pra pa pasur nevojë që ne të fillojmë induksione apo terapi hormonale që të arrihet pastaj një shtatzanie apo një konceptim spontan. Domethënë, kjo është vetmja gjë të cilën duhet ta vlerësoj mjeku ginekolog. Pra, aftësia e saj për të konceptuar spontanisht pas një moshe të caktuar 39, 40, 41, 42 e kështu me radhë. Gjithë pjesa tjetër rregullohet. Pra mund të bëhet një lloj planifikimi edhe në këtë grup moshe, edhe në këtë periudhë, gjithmonë e konsultuar me mjekun që të bësh edhe kontrollet e nevojshme. Patjetër, kontrollet e nevojshme paraprakisht, të cilat në fakt ne nuk u rekomandojmë vetëm pacientave që kanë një moshë mbi të 35 dhe dëshirojnë një shtatzani, u rekomandojmë të gjitha pacientave para se të nisin një shtatzani, ka disa kontrolle paraprake që ne bëjmë. Por është e vërtet ajo që thoni ju, që pas një moshe të caktuar, ka një tendencë që të shfaqen disa patologji, të cilat mbase në moshat e reja ne nuk i gjejmë. Mundet moshat e reja ti manifestojnë në javët e avancuara të shtatzanis, siç është hipertensioni, diabeti shtatzanis etj. Ndërsa në shtatzani të cilat fillojnë pas një moshe të caktuar, le të themi një moshë relativisht pak më të madhe, mbase këto patologji kanë filluar më përpara se pacientja të ngelet shtatzan. Dhe do patjetër një kontroll paraprak, të marrësh një anamnezë të mirë të pacientit, ti bësh këshillimin e dur dhe pastaj jemi gati për të filluar një shtatzani. E personalisht kam shumë shtatzana që janë mbi 37-38 vjetë. Pra, kjo vjen edhe si pasojë e vendimeve që ato marrin në lidhje me karrierën, me janë shumë elemente, patjetër, janë shumë elemente. Është një shtyrje që e bëjnë edhe për këtë arsye, jo thjesht se nuk ka ardhur shtatzania. Është një shtyrje e cila fillimisht mbase fillon nga këto arsye, dhe pastaj kalkulohen dhe elementet e tjerë fiziologjik dhe shtatzania vjen diku në një moshë relativisht më të madhe, pak më të madhe, 38, 39, 42, unë kam 47 vjeç shtatzan sot që e ndjek. Po ju kur e keni patur këtë paciente përpara në këtë moshë, nuk ju shqetësoi asgjë për shtatzaninë e saj? Të jem e sinqert, nuk më ka shqetësuar asgjë. Kam qenë shumë e kujdesshme momentin e parë kur pacientja është ulur përpara meje. Po. Dhe ka thënë doktoresha, ky është fëmia imi i tretë, kam 2 çuna, dëshiroj të kem një gocë, shpresoj shumë të kem një gocë, kam kaq ditë vonesë, se ishte e vogël në moshë shtatzanie, do më marrësh përsipër? Dhe kur më ka thënë do më marrësh përsipër, ja ka qenë tekstualisht në këtë pozicion, unë kam qeshur dhe kam thënë, unë jam shumë e lumtur që ti je 47 vjeç, shpresoj shumë që shtatzania të jetë okej, se gjithë gjërat e tjera do t'i rregullojmë. Pra, mbarvajtja e shtatzanisë në vetvete e embrioni, rritja e embrionit, ato analizat që ne bëjmë për embrionin, fetusin etj, se gjithë gjërat e tjera do t'i rregullojmë. E vazhdon shtatzanin, është diku ke 6 muajsh e shtatzan dhe ka një gocë. Sa mirë. Që nga gëzuar e gjithë familja. Më kujtua si rast. Sa mirë që ndatë me Por rasti më i madh? Me moshë më të madhe që keni pasur? 54. 54 vjeç. 54 vjeç, ligji shqiptar së fundmi e ka shtyr, është realizuar me IVF, me fekondim in vitro,
ligji shqiptar e përfshin realizimin e një shtatzanie me IVF deri në moshën 55 vjeç. Pacienta ka qenë 54 vjeç, i ishte nënshtruar shumë herë procedurave të fekondimit in vitro, nuk kishte ngelur shtatzan. Ngeli shtatzan diku ke 52-53 vjeç, lindi diku ke 53 për 54, shtatzania vajti shumë mirë, bebia ishte e shëndetshme, natyrisht, kujdesi ka qenë maksimal. Është ekstra në këtë rast. Patjetër, kujdesi ka qenë maksimal, sepse ajo nuk ishte një paciente e cila kishte patologji të mëparshme, por ishte një paciente e cila në, le të themi rreth moshës 48-49 vjeç, filloi të shfaqte shenjat e para të hipertensionit dhe ne do na duhej gjatë gjithë, ishte e dobët si konstrukt, më është dashur gjithkohon që ti mbaja në balans tensionin, rrisjet që kishte për të pësuar tromboza dhe për të mos u shqyer bebin me gjak dhe automatikisht të ndodhte një fetomorto in utero pa lindur akoma, kujdesin për diabetin e shtatzanizëm, dhe ka pasur një kujdes pak më të madh se një paciente tjetër, me kontrole pak më të shpeshta dhe me analiza pak më specifike që ju bën edhe embrionit, edhe fetusit, edhe nënës. Por lindi safe. A ka një përqindje më të lartë që edhe bebit ketë probleme për shkak të moshës që ka nëna, apo kjo ka rënë tani? Jo, nuk ka rënë. Kjo qëndron. Në një shtatzani tek të 20-tat, qelizat seksuale femërore dhe mashkullore janë të reja, janë të freskëta, materiali genetik është i mirë, e kështu me radhë. Në mosha mbi 35 vjeç, qelizat seksuale femërore dhe mashkullore fillojnë dhe në thonjza, se duat jem kështu si e kuptueshme, plaken, le të themi, dhe posibiliteti që të kemi embrion jo të shëndetshëm është më i madh. Madje sipas shumë studimeve mbi 40 vjeç, mendohet që vetëm 20 deri në 30% e embrionëve të krijuar janë embrion të shëndetshëm. Dhe kjo është arsyeja pse kur ne kemi një shtatzani mbi të 40-tat, shtatzanit ecin. Pse e them këtë, sepse ata embrion që fiksohen dhe që rriten janë embrionët e shëndetshëm. Është ajo që quhet seleksionimi natyror. Atë embrioni që nuk është i shëndetshëm, ai nuk rritet, mitra nuk e mban, ose vjen një cikël dhe pacienti se kupton fare që ka ngelur shtatzan, ose me shumë pak ditë vonesë e ka kuptuar që ka ngelur shtatzan, po embrioni nuk është rritur dhe sërish vjen një cikël. Prandaj kur fillon një shtatzani dhe ajo rritet, zakonisht embrioni është i shëndetshëm, sepse natyra ka bërë seleksionimin e duhur dhe ka mbajtur vetëm atë embrion i cili është i shëndetshëm. Është bashkuar edhe Blerina me ne, mirë se erdhe, dashur. Faleminderit, se u gjeta kënaqësi gjithmonë. Faleminderit shumë. Blerina, ti e bërë mami një fëmijë në moshë në të 20-tat. Sa vjeç nëse mund ta themi? 21. 21. Po. Dhe fëmijën e dytë? 39, gati duke bërë 40 vjeç. Për 2 muaj mbushja 40 vjeç. 2 eksperienca të ndryshme me mërmendje, edhe në jo vetëm në rritjen e fëmijës, po them në pjesën e shtatzanisë. Në procesin e mëmësisë tamu, në tërësi. Dhe mëmësinë unë do ta përmbledhja në një paragraf të vogël, ashtu si e kam ndier unë edhe si e kam përjetuar unë. Është një proces, është një lidhje që te i kalon kufit e dhimbjes, të lodhjes fizike, të lodhjes mendore, te i kalon gjithë shka dhe në fokus nuk je më vetvetja, por është fëmija ytë. Dhe ti aty kupton që ti si qënje je krijuar për të riprodhuar dhe për të kujdesur për të vegjlit e tu. Nuk je krijuar për të menduar gjithmonë dhe tërë jetën dhe për gjithmonë për veten. Pra kemi një detyrë, një orë biologjike, të cilën e kam të pamundur ta shpjegoj nga ana shkencore dhe fizike dhe po ajo që unë kam ndier gjithmonë është një proces i cili të vë primar fëmijën dhe jo vetveten. Kanë qenë 2 shtatzani besoj të ndryshme të përjetuara edhe për shkak të kohës, se 21 vjeç je moshë e re, e vogël, ndërkohë 39 vendosët të sillnit në jetë një fëmijë me një planifikim, nëse mund ta tregojmë këtë? Ishte në fakt një dhurat, një bekim, Kevin ka ardhur si bekim dhe sigurisht ka ardhur me sakrifisa dhe me përjetimet e moshës që unë kam patur në atë periudhë. Ishte shumë e vështirë, kam pasur një kujdes maksimal nga doktoresha ime, zonja Donika, të cilën e përshëndes.
kam patur sfida me veten, ku ndjesha shumë e lodhur, ndjesha e pafuqishme, ndjesha emotive, ndjesha se bobo tani si doja dalë, do më thënë, ishte gjithçka tani si nga e para, ishte një tjetër gjë, do më thënë, ishte një botë e re përsëri. Nuk mund ta perceptosh se sa ndryshim ka dhe se si vijnë gjërat në lidhje me moshën edhe në lidhje me procesin e shtatzanisë. Edhe pse më e pjekur. Patjetër, nuk ka të bëj. Gjithçka unë them është një proces hormonal që na ndodh në trup dhe çdo shtatzani ka të bukurat e veta, ka të mirat e veta dhe çdo femër e përjeton edhe mirë edhe keq. Janë të gjitha pra. Doktoresha besoj na kupton më mirë në nënave se si ne përballemi me këtë vrull, me këtë paket hormonesh që ndihmojnë në rritjen e bebit, por edhe këto lodhje tona dhe sakrificat tona. Për sa i përket energjisë së moshës, unë do ta kufizoja që jo do ta kufizoja, po më saktë do bëja një thirrje për vajzat e reja. Unë do të thosha që mosha 25 vjeç është ideale për tu bërë nëna. Ne kemi një orë biologjike, ne jemi krijuar për tu riprodhuar. Dhe nuk ka shkak dhe arsye pse të shtyhet aq vonë një shtatzani. Sa më herët aq më mirë, por përsëri nuk do isha dakord me një shtatzani kaq të hershme. Domethënë te 20-at kur nëna ka nevojë të piqet, nëna ka nevojë të krijojë mundësitë e veta. Në rasti yt, unë kam pasur një energji, domethënë ne jemi rritur të dyja, ne kemi patur një lidhje, një afeksion me njëra. Po e kam fjalën te shtatzënia e dytë, pra ishe gati 40 vjeç. Isha shumë e pjekur, shumë e matur, shumë e mençur për të bërë të gjitha gjërat, por paketa ime hormonale përgjigjej ndryshe. Do më thënë ishte diçka si ta nisje nga e para dhe me një vrull tjetër hormonal. Do më thënë nëse trupi tek 40-at fillon përgatitet për një hap tjetër, ndoshta kolagjeni bie, ndoshta shumë element të tjerë fizik ndryshojnë statusin e tyre, nuk janë më në atë kulmin e freskisë së tyre, pra që elizat fillojnë bien në trupin ton, ne përgatitim një proces riprodhimi. Por përsëri unë them edhe pse shtatzania është e vështirë, për aq kohë sa mëmësia dhe procesi biologjik, ora biologjike e femrës bën tik-tak për çështjen e riprodhimit duke sjell pjekurinë e vezëve, duke sjell maturinë biologjike që ka çdo femër, përsëri është e mundshme dhe ndodh, nuk ka asnjë arsye pse mos të ndodhi. Por si proces, unë them që femra e përjeton më vështirë pas 30-ave. Okej. Angela, e përjeton psikologjikisht ndryshe, thua, mendon në të 40-at ose mbi 40, pra? Po, ne kemi mendime të ndryshme edhe në popullat për të dhënë komentet tona, po mendoj edhe si profesionist, kemi mendime të ndryshme dhe nga fushat të ndryshme. Nuk përkon asnjëherë aspekti biologjik me aspektin psikologjik që të bëhen të dyja bashkë dhe të dalin një rezultat, le të themi, perfekt dhe ideal. Sepse ne marrim aspektin shqiptar, aspektin ton kulturor, i cili ka vendosur disa standarde që ti shkon në shkollë, duhet shkollohesh, të jesh profesioniste dhe pasi ti jesh profesioniste të kesh vendosur disa ekulibre të mirë ekonomik, ekulibre të mirë në karrierë, në profesion, të zhvillohesh, por të gjitha këto, shumë njerëz e mbarojnë masterin deri 23 vjeç. Dhe nuk bëhen llogarit kur do të gjej shokun e jetës, kur mund vendosen ato ekuilibrat për të krijuar një familje dhe për të arritur deri te planifikimi familjar. Shpeshherë ka shumë çifte që vendosin për planifikim familjar, por nuk është e njëjta gjë si i ka bërë planet dhe Zoti. Pra ndonjëherë nuk korrespondon ajo çka dëshiron ti dhe ajo çka të jep, le të themi, fati jo që është i shkruar. Të gjitha këto krijon një lloj konfuzioni, sepse kemi presionin social, që thuhet ti duhet i bësh fëmijët deri në 25 vjeç, 30 vjeç, ku mund të jetë një moshë ideale, por nuk korrespondon me atë çka ne kërkojmë dhe duhet të zhvillojmë tek vetja jonë. Psikologjikisht, një grua 40 vjeçare ka formuar identitetin e vet, e di mirë se çfarë do, ka rritur disa ekuilibra të mirë ekonomik, është shumë gati për të rritur sepse është një grua e pjekur, për të rritur një fëmijë,
është gati për të dalë mba në prindërimin e saj në shumë konteksta, sepse ka rritur shumë stabilitetet të veta, si zhvillimit të identitetit të vetë, si të ekuilibrit psikologjik, mbase dhe të marrëdhënies që ajo ka në çift. Kështu që është ideale. Sa favor jep aspekti biologjik, patjetër që ne të gjithë e dimë që nuk është më optimalja, por mund të jetë një kohë e duhur. Sa kemi ne çiftet e reja, kohët e fundit, pra vitet e fundit, që nuk arrin dot të mbeten shtatzan. Ka plot dhe pafund. Dhe mos harrojmë që ne presionin më të madh nuk e kemi ndaj një zotërie që mund të jetë tek 40-at apo tek 45-at. Ne presionin e kemi përgjithsisht tek gruaja. Sepse gruaja është ajo që e mbart me fizikun e vetë. Pra, përgjithësinë që ajo ka dhe ndjen përgjithësi, ndjen aspekte të fajit, ndjen aspekte të dyshimeve të veta, të mënyrës se si ajo domethënë po e zhvillon fëmijën e vet, ka një ndryshim shumë të lartë psikologjik dhe ne e dim se sa e fortë është aspekti psikologjik, sa që ndryshon edhe ecurinë e shtatzanisë, ndryshon dhe ecurinë e formës së prindërimit që ti bën me fëmijën. Pra të gjitha këto ne nuk mund t'i vëmë në një rrugë dhe themi bëje kështu se kjo është e duhura. Pra gruaja ka një përgjegjësi të lartë, ka një përgjegjësi të madhe dhe kjo përgjegjësia vjen përgjithsisht nga presioni kulturor që ne bëjmë në një mënyrë të vazhdueshme. Me thënë të drejtën, komplimenta për doktoreshën, sepse që në kryet herës kur ne nisëm bisedën lirshëm edhe pa hyrë në transmetim, ishte shumë optimiste për të thënë që gratë le të lindin kur të duan dhe kur të jenë ato gati. Po e di çfarë do të thotë për ato nëna që na dëgjojnë neve nga ekrani, që të dëgjojmë po kur ju dëshironi për të bërë nëna, mund të bëheni nëna, patjetër duke ndjekur një rregull mjekësor, një kujdes të vazhdueshëm me ginekologun dhe duke bërë një jetë sa më të shëndetshme si nga ana, po themi fizike edhe nga ana psikologjike. Por sa kemi ne të tjerë që thonë kolegë të tut, që dalin shpeshherë në të gjitha rrjetet sociale duke thënë bëheni fëmijë deri te 25-tat, nënat që janë bën 30 vjeçe me fëmijë janë plaka, ato 40 vjeçe kanë kaluar në menopauzë dhe gjitha këto janë ka shumë negative për psikologjinë e një gruaje që dëshiron për të patur fëmijë, apo që jeta e saj nuk ka rrugtuar në një planifikim se ajo i ka patur, le të themi, dëshirat e veta për jetën e vet, sigurisht që është destruktive për të, është shkatruese, nuk është një gjë optimiste. A mund ta mbajmë neve gojën sa herë që kemi një koment negativ për mos ta transmetuar atë, po patjetër çdo fjalë thënë me negativitet përçon një gjë jo të mirë tek tjetri. Unë e kuptoj sepse në një nga diskutimet mjeku për të cilin po flisni ka qenë edhe në këtë studio, absolutisht, edhe e kam parë reagimin në përgjithësi edhe të njerëzve në komente në rrjetet sociale, po edhe në televizione, të cilët e kanë marrë shumë shablona të si deklarat. Në fakt ka qenë në kuptimin që lizat riprodhuese konsiderohen të plakura në aspektin shkencor, mjekësor, kur jem mbi 30 vjeç. Mund të jetë ndryshe, unë nuk e mbroj me fanatizëm, sepse nuk jam unë ajo kompetencës, po dua që ta sqaroj, jo gratë plaka dhe që nuk duhet të tentojnë të bëjnë fëmijë, por që Liza është më e plakur se në të 20-tat. Po normal. Dhe ishte në të 20-tat më e shëndetshme. Në çdo vit është më e plakur. Kjo ka për aq kohë sa ora biologjike në natë rreth dhe jemi pjesë e nuk kërkoheshe për një vajzë që të shkolloheshe, nuk kërkoheshe për një vajzë që ajo të dilte direkte në karrierën e saj. Si quheshe më përpara? Duhet ishe e fejuar, sa të marrë fakultetin duhet ishe martuar të filloj lindjen. Po thoja atë që ishe duke thënë unë. Nënë e cila është bërë në të 40-tat, nënë për herë të dytë, edhe po thotë që do donte, me çfarë kuptova, që të kishte ardhur më herë të Shiko, Agita, vetëm diçka do të them, shumë mikesha të mia, të cilat kanë bërë martesa herët, nga 20, 23, deri në 25 dhe më tutje, janë ndarë nga martesa e parë dhe kanë bërë një martesë të dytë, sepse në atë kohë kanë qenë i riu mbase si veriu. Kam pas një martesë që mund të ketë qenë nxituar, nuk ka shkuar mirë edhe për arsye të tjera, dhe mund të kenë bërë një fëmijë në fillim.
Pastaj kanë ndenjur disa vite pushim, janë rimartuar, kanë gjetur një shok tjetër të jetës dhe shumë mirë kanë bërë dhe mund të bëjnë një fëmijë rreth të 40-ave. Jo, le ta bëjmë patjetër shumë mirë. Patjetër është Nuk mund të vendosim limite dhe të vendosim përcaktime se çfarë duhet të bëjë një nën, duke shprehur këtë me negativitet. Në këtë kontekst jo, e ama kisha. në një koment të një zonje, cila nuk është bërë nën në të 50-at, thoshte se të bërit nën në këtë moshë, të paktën mbi 40 ose afër 50, është egoizëm. E quante në këtë, sepse po e bëj një fëmijë për të plotësuar egon time, dëshirën time, por nuk duke e ditur që sa kohë do t'i kushtoj unë ati më vonë, sa fuqi do të kem, mosha mesatare gjatësisë është 76 vjeç, po themi, dhe mund të iki shpejt, ndërkohë që njëtës nuk i dihet, se çfarë nuk mund të ndodhë, po flasim në terma të përgjithshëm. Mund të quhet egoizëm? Jo, mundoja... Të quash egoizëm është një filozofi pak shumë e lartë për çështjen e identitetit dhe personalitetit që ka një individ. Pse nuk është egoizëm kur ti mund ta kërkosh 25 dhe kur ti e kërkon 20, sepse varet në çfarë termi ti mund ta thuash. Ai mund të jetë një grua që ka dëshiruar gjithmonë që të jetë nën, dhe pse jo, sa mirë që arrin, siç tha doktoresha, që në moshën 54 vjeçare ajo ka arritur. Standardet sot janë të ndryshme, se nëse doktoresha tha atëherë neve në gjimnaz apo në shkollë të lartë duhet ishim të fejuara, Kështu ka qenë. vendet e tjera që kanë kultura të tjera dhe jo këto kulturat që kemi ne sot, që 18 vjeç ato dalin nga shtëpia dhe ndërtojnë jetën vetë si duan dhe e din ata se si merr kronologjia e të gjithë ngjarjeve. Unë mendoj që çdo grua e cila ka dëshirën për të qenë nën dhe lufton për këtë gjë për t'ia arritur si qëllim, kjo është një gjë shumë e bukur. Ne nuk mund të përcaktojmë as shëndetin ton, as jetëgjatësinë ton. Kur flasim për shëndetin, gjithmonë jeta nuk merr fund vetëm për arsye shëndetësore nga një sëmundje. Mund të jetë dhe një aksident që s'ta kalon rrugën dhe jeta jote mbaron. Pra ne nuk mund të ecim në jetë po sikur kështu, po sikur ashtu, sepse dalim në çrregullime të ankthit. Egoizëm nuk është, kjo është një gjë e mirë. Sa kemi ne raste, qofte dhe televizive, që janë bërë, do me thënë, kanë ardhur në jetë fëmijë, tek 50-at, tek të 60-at, dhe kur vjen puna, kanë jetuar edhe prindrit e tyre, 80 vjeç dhe 90 vjeç, dhe ja ku kanë prindëruar mjaftueshëm me prindrit e tyre. Unë nuk e kam maman time, e kam patur deri në moshën 34 vjeça. Patjetër që jam mërzitur shumë kur ajo u largua nga jeta, për arsye nga më të ndryshmet, por kam thënë faleminderit Zot që unë e kam patur në këto 34 vite, sepse ka plot njerëz të tjerë që nuk e kam pasur qoftë edhe fare, ose qoftë edhe vitet e para të fëmirisë. Po kanë lindur bebi dhe larg qoftë nëna ka ndruar jetë, se ka njohur fare. Po. Është edhe që nuk mund të nisemi dot me këtë filozofi. Është një fjalë, le të themi, sharlatane, e përdorur nga komente negative për të thënë që ti egoiste që e do fëmin. Ajo do një fëmijë, për aq kohë sa e dua në çift, burri me sa dim se unë eksperte nuk jam, po njohuri kemi gjithmonë fertil. Është tjetër gjë mënyra se si e percepton dhe se si e përballon fizikisht dhe emocionalisht atë paketën hormonale që fola unë. Domethënë, secila nga ne në maturinë e saj, po në maturinë e saj dhe në pjekurinë e saj biologjike e vendos vetë se kur mendon të riprodhohet dhe të bëhet nën. Qofte 20-at, qofte 40-at, qofte edhe tek 50-at. Për aq kohë thash sa kemi një orë biologjike dhe ora jon na përgjigjet dhe na thot tik-tak ti ende mund të bëhesh nën deri sa të fillojë ai cikli menopauzës dhe gjëra të tjera. Ne jemi të afta për ta bërë këtë gjë, por se sa sakrifica mbarti me vete kur jemi 40 dhe 20, ajo është pjesë e përgjegjësisë sonë kur e marrim këtë risk për ta bërë dhe për të krijuar biologjikisht. Do ta vijojmë bisedën patjetër, do bëj vetëm një shkputje të vogël publicitare, sapo të kthehemi vazhdojmë.